Pyetja është se non grata është konsideruar vendim politik. Dhe është denuar, kjo është denim i atij vendimi. Është denim, se është tjetër kur shqyrtohet dhe bëhet kjo apo ai qëndrim, po e shpallur vendimet politizuara të administratës Biden. Është pa ekivok. Pra, është e pa shpresë. Esion Ekonomi, Report Televizion. Gjatë kësaj periudhe, a keni kërkuar ndonjëherë vizë për në SBA? Urdhëroni? Kësaj periudhe, a keni kërkuar ndonjëherë vizë për në SBA? Unë kërkoj vizë? Jo, s'kam kërkuar vizë. Nuk kam kërkuar vizë. Unë nuk kam kërkuar vizë pasi kam lënë detyrën e kryeministrit në mos gabohem asnjëherë. Shumë faleminderit. Ju keni deklaruar se veç mas kontratës e lobimit në SBA, për zotin Lasivita do të keni një kontratë të mëvetshme që e paguan sipas jush Partia Demokratike. Me që jemi 3 ditë larg zgjedhjeve, a është e udhës të na tregoni për sa para janë marrë vesh dhe a janë paguar para deri tani për të? Edhe njerëz morave shtirësi. Pra, ju keni thënë se për kontratën e lobimit me SBA nuk përfshim pagesën për këshilltarin tuaj Lasivita, për cilin keni thënë që ka një pagesë dhe një kontratë më vete. A mund ta dim sa shifra parashikuar e rënë dakord me të për të paguar dhe është paguar ndonjë para për këshilltarin tuaj? Partia Demokratike ka një kontratë me Kris Lasivita absolutisht jo për lobing. Për këtë jeni 100% sigurt. Kontrata me Kris Lasivita është kontratë për konsulencë elektorale. Dhe këto janë të ndryshme në ligjin amerikan. Pra, kjo është e vërteta. Por, siç keni pa, çështja ime ka tërheq vëmendjen e 10 analistëve nga më të shquarit, me 10 shkrime dhe këtu një gazetar përsëri, që unë nuk është se e njoh atë gazetar, më thonë që qenë ka korespondent në shtëpinë e Bardhë, është një gazetar që ka drejtuar një pyetje në zyrën përkatëse të marrëdhënieve publike, të Departamentit të Shtetit. Përpara se të votojnë të dielën, nuk është e drejtë ta dim sa kushton këshillimi me Lasivita? Urdhëroni? Sa kushton shërbimi ose këshillimi i Lasivitas për ju? Nuk po kuptoj, s'po dëgjoj mirë. Pa atë fort. Lasivita nuk ka asnjë lidhje me këtë çështje. Urdhë, është pa. Po do paguhet patjetër për konsulencë elektorale. Sa është e gjitha, shiko. Çdo pagesë, çdo transakcion do të depozitohet në kohën e duhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve siç kërkon ligji. Por mos harroni, sigurisht Lasivita është personaliteti më i shquar në domenin elektoral që ka shkel ndonjëherë në Shqipëri. Dhe unë e kuptoj kurreshtjen e normale të gazetarëve. Por këtu kompani konsulence ka patur gjithnjë dhe mund të kenë dhe 2-3 kompani, kjo është gjëja kjo është një standard normal sot për të gjithë. Kontrata do të depozitohet siç e kërkon ligji dhe ju siguroj që është 100% e transparente dhe e pastër.